La përi syrin me qika stëllëm të humba së tradita. La përi syrin me qika stëllëm të humba së tradita. Një vjetori i Labëria Boston, degë e shoqatës adhetare kulturore Labëria Nderi i Kombit, theu edhe traditën e një ditëlindjeje që zakonisht bashkëdhetarët shtektar të vendosur në Shtetet e Bashkuara festojnë. Sikurse urimet vijnë me dhurata, i tillë ishte i mirëpritur edhe ky takim në mjediset e Universitetit të Harvardit, ku mbi 200 pjesëmarrës përcollën një festë që bën bashkë dhe rrit vlerat e një ditëlindjeje. Traditë, humor, kostume, histori, valle popullore, vizitorë të shumt, shkrepje aparatesh fotografik mbi njerëz plot gjallëri nga grup mosha të ndryshme që lidheshin me njëri tjetrin në një sallë ku kumboi shumëzërëshi i këngës Labe, i njohur për heroizmin, dhimbjen dhe dashurinë që popullsia e krahinës së jugut të Shqipërisë e përçon me muzikalitetin e saj, që nga deti dhe ngre presh mbi maj malesh, për të kumbuar në qiell si një forcë magjepse. Në pak fjalë, ashtu sikurse gjuha e pasur shqipe, pa dallimin e dialekteve, që prej pak kohësh po mësohet si një gjuhë e dytë edhe nga student në Harvard, atmosfera e gëzimit e udhëhoqi mes gjithë pjesëmarrësve një vjetorin e shoqatës Labëria në Boston. Kostumet, grupet dhe vallet e të rinjve, oratorët, studimet, si dhe përshëndetjet nga Shqipëria dhe nga shqiptarë që jetojnë e punojnë në Boston, Ulster të Massachusettsit, në Connecticut, New York, Philadelphia e deri në Montreal të Kanadas, fqinje, u ndoqën me mjaft interes nga të pranishmit, të cilët përgëzuan organizatorët në takimin e titulluar Labëria, zëri i traditave të përjetshme, i cili vazhdoi për rreth 2 orë. Nga organizatorët morëm disa mbresa. Ne shpresojmë që, siç u mblodhëm sot, nga të gjitha shoqatat, nga gjitha shtetet e Amerikës, të mblidhemi sërish dhe të vazhdojmë misionin ton për të ruajtur dhe promovuar traditat tona kulturore. Ne po vazhdojmë këtu me lëndën e gjuhës shqipe, është duke ecur mirë, që nga vjeshta e 2022 kur e kemi futur këtu për herë të parë në Harvard si lëndë me zgjedhje, tani po vazhdon, në vitin e ardhshëm prapë do fillojmë me nivelin bazik dhe gjithçka është duke shkuar mirë, urojmë që të ardhmen të kemi edhe më shumë kërkesë, edhe më shumë shpresoj që të kemi edhe më shumë student shqiptar këtu në Harvard. Është shumë edhe e shfrytëzoj këtë rast, i inkurajoj shumë të rritje të reja gjithandej, trojeve edhe në diasporë që të aplikojnë sa më shumë, jo vetëm në Harvard, por në të gjitha universitetet më të mira nëpër botë. Ne mirëpresim të gjithë, pavarësisht nga janë, labët po e po, ata që kanë lidhje me ta po e po, po ashtu edhe të gjithë dashamirësit tanë të cilët ishin këtu sot në nderuan me pjesëmarrjen e tyre. Një ulqinak në Boston takon mblonjatët ose lebrit. Neve na lidh tradita, por edhe ashtu duhet të them me plot dashuri dhe me plot përkushtim na lidh edhe vija bregdetare. Me thamë për herë të parë u ngrit flamuri në Vlorë me 1912 dhe po ashtu ajo figuroi edhe në zemrat e shqiptarëve, jo vetëm në Ulqin, por në mbar malin e Zi. Lidhja ime me Vlorën është që unë kam lindur në Vlorë, babi im është nga Vlora dhe mami im është nga Tirana, kështu që unë kam lindur në Vlorë dhe ndihem vlonjate, ndihem dhe tiranëse, po gjithashtu gjithmonë ndihem shqiptare. Atëherë gëzuar një vjetorin e Labërisë në Boston. Shumë faleminderit, gëzuar Labëria e Bostonit dhe gjithë labët në gjithë botën. E ashtu si një këngë thot, Labëri monedhe shtrenjtë, flori me karat të rëndë. Sa herë dëgjoj emrin tënd, kush është lab ngrihet më këmbë, kështu duk se unë gjitën në një vjetorin e ditëlindjes së shoqatës Labëria Dega Boston, për të treguar se me bashkëpunim e mirësi, çdo nisëm dhe përpjekje e mirë mes shqiptarëve, pa dallim. Ashtu si thot dhe shprehja, një fëmijë pas lindjes i merr shpejt këmbë.